dita unë ne. Jemi për televizionit të Amol, kemi dalë me bo një intervjistë se çfarë lloje të teshave keni? Po, butikë jonë kryesisht merret me shitjen e teshave të kombinuara. Kështu duke filluar pej teshave për shtëpi dhe për dikun. Pastaj kemi teshat mu livdu, është ka nevoj. Kemi tesha me pi qaj, pastaj kemi tesha dhe për të dojt, kemi tesha dhe me dojnë mu fry. Mire, çka po shitet më shumë ti për këtyne teshave që i posedoni ju? Po, duhet përmendin në fillim, kemi për shembull bunda me kratë shkurt, kemi jakne të mrenshme, kemi për shembull këmisha të mësitit, vetëm për mësit, dedikume, pastaj kemi këmisha për kulma, të mënë për bakshishe për kulm, dhe kemi edhe këmisha me gjyll për para. Përveç tjerasht, kemi edhe majicat leshta, pastaj kemi shpuca për plazh, kemi edhe gjithat llojet e çorapave të mbrëmshme, ku konsumatori mund të përfitoj nëse i blen 2 parë çorap, 1 çorap i vjen gratis. E majta për do të vazhdojmë. Kemi edhe setra me menil hazër, të mund të gatshme. Kemi edhe pantollat kombinuara me krahën dhe me pasyre mbrapa. Jemi të parët që kemi sjellur farmerka me fara në xhepin e djathtë komplet. Pra, në fund kisha me thonë, kemi edhe tesha të zhyta hazër për me punu, kush ka nevojë, ka diku me punu, ne i ofrojmë tesha të zhyta. Mirë, çka po shitet më shumë ti? Po, pasi është sezona e darkësmave tash e verës, më shumë po shiten teshat e bullonave. Faleminderit shumë zotëri, ditën e mirë. Ditën e mirë, zotëri.